Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğani ka kërkuar Tiranës zyrtare nga trualli i xhamisë namaz gjas që të luftojë strukturat e organizatës së Fethullah Gülen. Sipas kreut të shtetit turk, kjo organizat ka shtrirë veprimtarinë e saj edhe në Shqipëri. Biliyorsunuz ülkemizde bir paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ediyoruz. Ju jeni në dieni që ne në Turqi po luftojmë kundër një strukture paralele që është krijuar. Ne konsiderojmë zyrtarisht organizatë terroriste që kërcënon shtetin ton dhe popullin ton. Luftën kundër kësaj organizate në vendin ton dhe kudo do ta vazhdojmë pa ndërprerje. Unë e di që kjo strukturë ka veprimtarinë vet edhe në Shqipëri, në këtë vend mik dhe vëlla. Me vëllezërit e mi të vyer, zotin Ishani dhe zotin Rama, e trajtova këtë çështje dhe kam bindjen se ata do të bëjnë atë që duhet. Përtej këtij apeli, presidenti turk ka vendosur gurin e parë të themelit në xhaminë e financuar nga Turqia me një shumë prej 30 milionë eurosh. Erdoğan ka premtuar se kur të përfundojnë punimet, do të vijë në Shqipëri për të falur namazin. Cuma namazını bugün temelini attığımız bu camide Gjatë vizitës time të ardhshme, namazin e xumaz do ta fal në këtë xhami. Përshëndes vëllezërit shqiptar, i lutemi Zotit që kjo xhami të mbarojë sa më shpejt. Ne dëshirojmë që lutjet që do të bëhen në këtë faltore do pranohen nga Zoti. Ndërkohë për presidentin shqiptar, ndërtimi i kësaj xhamie tregon dashamirësinë ndaj besimtarëve musliman dhe shqiptarëve. Presidenti Ishani rikujtoi edhe një herë vuajtjet e besimeve gjatë komunizmit. Vetëm për shkak të besimit fetar dhe të predikimit të lirisë njerëzore, shumë prej tyre shkuan drejt skuadrave të pushkatimit apo ndanë mjerimin në qelinë e torturave diktaturës së bashku, pavarësisht pesë që i takonin. Presidenti i Turqisë premtoi edhe një sër projektesh të tjera në Shqipëri, midis të cilave edhe rikonstruksionin e xhamisë e Tembeut, por pritja më entuziaste e presidentit të Turqisë i është rezervuar në Prez, ku ai inauguroi rikonstruksionin e xhamisë Brenda Kalas. Dhe në mes të këtij entuziazmi, Erdoğan kërkoi që shqiptarët duhet të qëndrojnë me ballin lart dhe të mos përkulen para lojërave si ajo që po ndodh në Kumanov. İnşallah 24 ay sonra Duke lidhur zemrat, duke lidhur duart, do të ecim përpara bashkë me Shqipërinë. Uniteti do të jetë garancia për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Ndaj, duhet të na rrahin me të njëjtin ritëm zemrat në Podgoricë, Tiranë, Shkup, Prishtinë dhe Sarajevo. Kemi dëgjuar për ngjarjet e fundit në Kumanov. A nuk po e shikoni çfarë lojrash po luhen atje? Duhet të qëndrojmë gjithmonë me ballin lart dhe të mos përkulemi. Të gjithë së bashku të qëndrojmë në unitet. Pritja në Prez dhe recitimet e fëmijëve kanë përlotur Erdoğan dhe bashkëshorten e tij. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, sussuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Çok teşekkür ederim.